Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Për gjërave të bukura që i lexova dje, realisht ndodhin e kam lexuar edhe para shumë viteve, mirë po përsëri e lexova dje dhe më la një përshtypje dhe doja ta ndaj me ju. Imam Abu Zur'a ar-Razi, Allah e mëshiroft, njëri prej ulemave të mëdhenj të hadithit, e përmend Imam Khatib al-Baghdadi në Tarikhu Baghdad, vëllimin e 14, faqe 272, thot rash në gjumë, isha në rregull me shëndet mirë sen, thot shkoj menja, nesër sabat doja nisi të grumbulloj gabimet e Imam Sufjan al-Thauriut rahimahullahu taala. Shife, kot e kot. Thot dhe kur u qova në sabah me shku në gjami, na të lagje kishim një qenë, po kur s'ka lej kundër meje. Kur? As që ka sulmu do një njeri. Atë dit, kur u nisa me shku në gjami, a i më sulmoj mu, edhe më kafshoj mu, edhe lehi ka shoj meje, e më shkoj menja me thonë, ky është dënimi nga Zoti Dhul Xhelal për atë mendimin e keq që kisha mbron. Edhe e ndrova mendimin tem. Subhanallah. Shife ka njëre mendon mbrapsht, po kur je i mirë, Allahu Dhul Xhelal çon isharete, çon ndodhi me të zmbraps nga ai veprim. Andaj ulemat kanë thonë pse ka ndodhur këtë kjo, e para se dietarët edhe kur gabojnë, ata shpërblehen. Sikur se ka në hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E dyta, grumbllimi i gabimeve të njerëzve hyn në spionim. Mundohesh me gjetë mangësit dhe me grumbullu ato dhe kjo është ndaluar. E treta, përhapja e gabimeve të dietarëve është largimi i njerëzve nga përfitimi i dijes prej tyre. E katërta, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësu që domethënë mos me i dëmtu ata që ndihmojnë atë. Ensart e dietarët janë ndihmtarët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e ndihmojnë sunetin e tij. 5. Fisnikëri është që kur dikush gabon, ato gabimet e vogla të injorohen. 6. Nga nderimi i plakut musliman të thinjur, është nderimi i dietarëve, ata më shumë ti meritojnë nderimin ton. Andaj këto janë arsyet pse na nuk duhet më marr me gabime